Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek problematikat me cilat ballafaqohet Ballkani. Do të analizojmë vizitën e zonjës Kaja Kallas, shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian në 3 prej kryeqyteteve më të rëndësishme të Ballkanit Perëndimor dhe më konkretisht në Beograd, në Prishtinë dhe më pas në Shkup. Por do të fokusohemi fillimisht tek situata komplekse politike në Republikën e Serbisë, ku protestat vazhdojnë. Për ta bërë këtë bisedë dhe për të kuptuar disi më shumë për realitetin konkret dhe perspektivën afatshkurtër të zhvillimit të ngjarjeve, unë kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Beogradi të jetë zoti Çedomir Stojković, avokat i njohur dhe njëri prej zërave më autoritar të kritikës së establishmentit aktual politik atje. Zoti Stojković, ju falenderoj që gjetët kohë për të na bashkuar. Faleminderit për ftesën. Zoti Stojković, edhe mbrëm vazhduan protestat e studentëve dhe qytetarëve përpara ndërtesës qeveritare në mbështetje sërish të studentëve dhe të lëvizjes së tyre. Nëse do t'ju pyesja, si do ta përkufizonit ju ecurinë aktuale të deri tashme të intensitetit dhe të nervit të protestave? Well, from the beginning of the multi-party system, Që nga fillimi i sistemit multipartijat në Serbi, kemi një situatë që kur vera afron, fuqia e protestave bie. Tani protestat në Beograd kanë rënë, pasi vera po afron, dhe njerëzit nuk janë shumë të përfshirë në politikë. Por sërish, kur bëhet fjalë për protestën e studentëve, ajo ka pasur një moment shumë të mirë dhe besoj se nuk do të ndryshoj kursin e saj. Dhe mendoj se në fund të verës dhe në fillim të vjeshtës, ajo do të arrijë pikun. Dhe mendoj se atëherë do të kemi protesta më të mëdha. Zoti Stojković, një nga fjalit që presidenti Vučić e përsërit vazhdimisht është fakti që intensiteti dhe pesha e protestave ka filluar të zbehen sepse janë përmbushur kërkesat e studentëve dhe të lëvizjes që ata startuan në muajin nëntor-dhjetor. Kjo nuk është e vërtet. Së pari, presidenti nuk ka plotësuar asnjë nga kërkesat e studentëve, sepse sikurse e dim, një nga kërkesat kryesore është që të kemi një sistem normal pa korrupsion. Por në anën tjetër, baza, thelbi i protestave është korrupsioni qeveritar dhe qeveria këtu nuk ka plotësuar asnjë kërkesë. Në anën tjetër, presidenti Vučić po përpiqet, po bën maksimumin e tij për të ulur peshën e këtyre protestave, sepse ai e di se këto manifestime, ndryshe nga të tjera të mbajtura më parë, kanë kapacitetin për ta rrëzuar atë. Dhe në gjykimin tim, kjo gjë nuk do të ndodhë në verë, por do të ndodhë në vjeshtë.
Zoti Stojkovic, duket se po shtohen zërat brënda lëvizjes të cilat po artikulojnë edhe qëndrime të mirëfillta politike, siç është për shembull mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme apo krijimi i një qeverie teknike. Përse nuk arriti kjo lëvizje deri në këto çaste që të shndrohet në një formacion të mirëfillt politik për të sfiduar establishmentin aktual? Well, first, students are Së following pari, something that was my idea studentët po let's say 2 ndjekin months ago. diçka So I që stated ishte edhe in ideja surveys ime on social media disa muaj networks, më parë, that students should që studentët be in the front duhet të of the jenë opposition group, në krye të and frontit to take opozitar part in the dhe të elections. marrin First, pjesë demand në elections, zgjedhje. then to take a part, Së pari